Hello friends, welcome back and happy Monday. Today it's May 12th and we today celebrating the holy full moon in May. I want to show you 10 rituals in holy full moon in May. Pa humbur kohë dhe po vazhdojmë. Po filloj me ritualit. Ky është rituali i parë. Rituali i parë është lutje, fillimi i lutjeve përpara altarit të juaj të shenjtë. Në këtë altar të majit unë e kam të zbukuruar me tulipan, me greenie, me lule flower, është këtë një gjithë, me sunflower, the book of the prayer, me candle, me angel, for angel, edhe për my birthday, edhe altari kryesor, shiko se është kjo këtu, të cilën e mban flakadanin e moon, the full moon, do të thënë ky personi këtë, i cili është, shiko, dhe mban flakadanin. Kështu që kjo është altari kryesor, dhe ne të fillojmë me lutjet tona, me librat e lutjeve tona për të lutur, sepse është muaji i hënës së plot të shenjtë. Kështu që we prayer në fillim dhe altari i shenjtë. Pas ritualit të parë të cilën e kemi lutje përpara altarit të shenjtë, rituali i dytë është gjithmonë të kemi, me që është hëna e shenjtë, kemi edhe lutje përpara një shenjtori apo shenjtëreshe. Në këtë rast unë e kam në Nën Teresë, kështu që ju mund të luteni nga cila shenjtor doni, por të jeni falënderues për ringjalljen e natyrës. Kështu që unë e kam këtu Nën Teresën, dhe pas lutjeve në altarin e shenjtë kemi lutje përpara një trupore të një shenjtëreshe. Kështu që kjo është pra edhe rituali i dytë i hënës së shenjtë të majit. Rituali i tretë është falënderimi i qiellit, i tokës dhe i ujit për shkak të ringjallërimit të saj, ngrohjes së ujit, të tokës dhe të qiellit. Kështu që kjo është falënderimi dhe është rituali i tretë i hënës së plot të shenjtë. Rituali i katërt është meditimi në natyrë. Shiko, unë jam ulën këtu në tokë, dhe ju mund të uleni kështu në tokë, në një vend, në një park, në një ku dëshironi ju. Ne kam zgjedh parkun e preferuar timin në mes Gjelbrinës dhe po meditoj. Meditimi është njëra nga shenjtëritë e hënës së shenjtë, kështu që në çdo hënë ne po meditojmë. Atëherë edhe fillojmë meditimin. Dëgjojmë zemrën, dëgjojmë qiellin, edhe pse jemi në mes të qytetit. Dhe kështu meditojmë në natyrë, duke e prekur edhe tokën dhe gjelbrimin. Rituali 5. Hecje në natyrë, walk in natyr, dhe ju jeni pranë ujit, pranë gjelbrimit në park, dhe ju e shijoni hecjen e natyrës, gjelbrimin, duke i prekur, duke i shijuar këto lulet këtu, pemët në andej dhe qiellin me dielli. Kështu që rituali 5 është edhe hecje në natyrë, në një park, ndonjë gjelbrim apo edhe ndonjë mal pranë lumit kështu.
Rituali i gjashtë janë hijet e pemëve apo Shadow of the Tree, pemëve të gjelbruar. Pas gjelbrimit të madh, krijohen hijet e bukura dhe shumë të mira, të cilët edhe krijojnë shumë bukuri dhe magji. Këto janë hijet e Shadow of the Tree, shiko gjelbrina, e cila është gjithandej pranë lumit dhe ja ku janë hijet e diellit dhe pemëve. Rituali i shtatë është dielli. Dhe dielli është njëra nga ritualet e shenjta të hënës së plot të majit. Dielli, the sun, it's another ritual of the holy moon in Maj. This is a magical holy sun in Maj. Kështu që ja ku është the sun, it's elementi kryesor i gjallërimit dhe i gjithë këtij shëndërimi. Ngrohja e diellit është diçka shumë e bukur dhe shumë e mirë. Ky është gjallërimi i tyre. Dhe dielli përmes gjallërimit dhe ringjalljes, ngrohtësia. Rituali tjetër i radhës është mbjellja e luleve, zbukurimi i kopshteve të juaj me lule të ndryshme. Shiko se sa të bukura dhe sa të mira. Dalja e luleve të shumta dhe ringjallja e tyre tregon edhe bukurinë dhe shenjtërinë e kësaj muaji. Shiko, janë edhe pletët, kafshët edhe këto të cilat shiko se sa bukur është gjithandej me flower, me lule. Shiko, kemi lule të ndryshme. Shiko ati, shumë të bukura. Dhe kjo është një tjetër ritual i luleve. Rituali i luleve dhe zbukurimeve. Rituali 8 është lulet, apo ritual 8 it's flower, ja lulet të cilat dalin në natyrë. Shiko, kemi plot lule të bukura me ngjyra të verdha dhe ngjyra të ndryshme të cilat këto dalin gjithandej. Lule me kollore fantastike dhe shumë të bukura. Shiko se sa të bukura. It's flower. Dhe shiko se si hajnë tani, bëjnë mjaltën. Kjo është pra shenjtëria e luleve. Rituali i 9 është pritja e hënës së plot. Dhe ja ku kemi hënën e plot të majit, hënën e shenjtë. Kështu që welcome the full moon in a Maj, in a holy full moon in a Maj. Kjo është kështu dhe ja ku është edhe rituali. Tani pasi kemi pritur hënën e plot, mund të vazhdojmë edhe me ritualin e 10. Dhe rituali i 10 i hënës së plot të majit është pasi kemi pritur hënën e plot dhe e kemi parë që ka dalë, tani bëjmë edhe lutjet e mbrëmjes apo the prayer of the night, dhe e ndezim qiriun edhe marrim librin e lutjeve dhe fillojmë në praninë e hënës së plot këtu edhe e lutemi. Se po fillojmë, kemi këtu lutjet e para dhe po lutemi.
Kështu e të kalojmë natën, një pjesë të natë duke u lutur me qirin në dorë dhe duke kërkuar të gjitha të mirat. Dhe kjo është pra edhe hëna e plot e majit, hëna e shenjtë. Kjo është pra dhe rituali dhe i fundit. Kjo pra është edhe tëra, sa kemi mundje t'ju tregojmë në 10 ritualet e hënës së plot të shenjtë të majit. Gjithë ju që pëlqeni videot e mia bëni like, e bëni subscribe për pa të gjitha videot e mia në kanalin tim në A Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.